الحمد لله رب العالمين يا رب، نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. Të dashur vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhëron Allahu Alem bi muradi, ne jetojmë disa minut në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medreses së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke i lutur Allahut fuqi plot, Allahu të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet neve nga azabi i xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasib të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës së bekuar, Suratul Luqman, e posaçërisht në hijen e ajetit që përcolla para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Gjelal që frimarjet tonë, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Jannetul Firdaus të na i kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal na shpjegoi për obligimin e prindërve ndaj fëmijëve të tyre, obligimi I cili ishte numër 1 edukimi I tyre. Allahu Dhul Gjelal për këtë çështje e pastaj na porositi që ndaj prindërve të sillemi mirë, por edhe sjellja ndaj prindërve kishte një vit të kuqe, cila ishte ajo: as prindët nuk ndëgjohen, as prindët nuk respektohen kur është në kundërshtim me urdhrin e Allahut Dhul Gjelal ose të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Allahu Dhul Gjelal, o vëllezër të dashur, ne I ka shpjeguar raportet tona edhe me prindët, edhe me shoqërinë, edhe me njerëzin, nuk ka lënë gjë pa tregu, nuk ka lënë gjë pa shpjegu. Andaj, në kontest të saj, Allahu Dhul Gjelal tash thot: Ja ejuhen nas, o njerëz, ittaku rabbekum, keni frikë Allahun, keni frikë Zotin tuaj, I cili është ai që ju ka kriju, I cili është ai që ju furnizon. Në dorën e Tij është çdo gjë e juaja, madje dhe shpirti juaj është në dorën e Tij. Mos gaboni ta kundërshtoni. Keni frikë Allahun, se mëse të mvarur jeni nga Allahu Dhul Gjelal. Nuk ka krijes, nuk ka njeri, nuk ka fuqi që nuk varet nga mëshira e Allahut Dhul Gjelal.
kushdo që të jetë. Andaj, ittaqu rabbakum, keni frikë, turproheni, mos i shkelni urdhrat e tij, mos i lini farzet e tij. Keni frikë Allahun, por frika ndaj Allahut nuk është sikur frika ndaj gjallësave, ndaj krijesave, por është frikë respekt, mbarë turp. Sa që ulemat kanë thonë, njeriu më shumë duhet ta ketë në kujdes turpin se sa gjunahin. Gjunahi mund të jetë i vogël, ama kur merret parasysh se me atë gjunah të vogël, cilin e kundërshton ti? Allahun. Pra ke frikë turp ndaj Allahut dhul xhalal. Pra frikë respekt. Ittaqu rabbakum wakhshaw yawman, dhe keni frikë dhe keni kujdes atë ditë, një ditë, cila është ajo? La yajzi walidun an waladin, a ditë që as prindi për evladin, as evladi prindit nuk mund t'i afron as një dobi. Jaume la yanfa'u malun wala banun, a ditë. Ke parasysh atë ditë, o vëllai dashur. Imagjino, sikur ti, edhe unë, sikur unë, edhe ai, dhe ajo, dhe ata të gjithë, ke parasysh një ditë që do të dalim para Allahu dhul xhalal të vetmuar. Laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwal marra. Allahu dhul xhalal do të që tash je paraqit tek unë i vetmuar, sikur atë ditë që të kam krijuar. Atë ditë kur të kam krijuar. Atë ditë kur ke dalë në dynjë. Në çfarë gjendje ke qenë? As ke mujt me fol, as ke mujt me lëviz dorë me punu, as ke mujt me u lavdru, ke qenë thjesht, pa kur farfuqie, pa kur farpasurie, subhanallah. Para me ndo se do të vinë momenti, ashtu do t'i dalish Allahu dhul xhalal për para. Madje që kur lindet njeriu, me njëherë, është trashëgimtar i prindit. Po, me njëherë trashëgon, por atë ditë nuk ka as trashëgimi, atë ditë nuk ka dobi pre askujt. Jaume la yajzi walidun an walad, atë ditë që nuk mund prindit t'i bëj dobi, t'i afroj dhe një ndihëm fëmijut, wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, as fëmiu nuk mund t'i afron prindit as një send. Çka kanë bën dënjo për një tjetrin mirë, e ka dhonë fëmiu sadaka, e prindi e ka duku, e ka bën mirë, ato janë për ndonjë, por është mbyll, me vdekjen është mbyll kjo procedurë, ndërsa atje më nuk ka marrëdhënie raporte mes vete. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Çdo njeri do të përgjigjet për punët e veta. A ditë s'ka kur gjo, vetëm veprat e mira. Inna wa'da Allahi haq. Të dashur, është premtimi i Allahut më së i vërtet. Premtimi i Allahut nuk mund askush atë ta pengon. Nuk mund atë askush ta prolongon. Nuk mund askush atë ta anashkalon. Ka thonë Allahu dhul xhalal, kun feyekun, u kri, bindu vëllai dashur. Sikur tash je para Allahu dhul xhalal i vetmuar. Para mendon këtë dynjë sa vështire kemi të jetojmë të vetmuar. Me të nda nga shoqëria, e me të mbyll dikundi larg shoqërisë. Po që është ma keq se me ta marrë edhe telefonin. Se me bo me ta lonë telefonin, hajde a bësh disi, pak ande da angazhohesh, pak Facebook e YouTube, ati dhe fot. Jo. As në tel s'ka, as telefon, s'ke as kuj ti telefonojsh, as me qka të telefonojsh. Nuk ke nga as kush ndihën të kërkojsh, as mundesh të dikush të intervenojsh. U kry, para mendon, shife vetën tonde, i vetmuar para Allahu dhul xhalal. Inna wa'da Allahi haq, premtimi Allahut është më së i vërtet, 1.000.000% Pra, Allahu dhul xhalal vazhdon të na këshillon. Vazhdon të na këshillon.
Fela tegurrannakumul hayatud dunya. A e kje që këtë bindje që i thotë Allahu Dhul Gjellar se ti do t'jesh i vetmuar para ti, i vetmuar para ti, la mal, wala benun, wala s'ki kur gjohit, i vetmuar. A u binde, duhet të bindesh. Nëse ke një fije të dyshimit, ke dal prej feje. Nëse ke një fije të dyshimit, se do dalim para Allahu Dhul Gjellar të vetmuar. A njoni hap gojnë a gjithët, pse kush ka ardhë prej ande në ka tregu. A se e shefti, e shefti. Shumë mirë dhe ta shofish atë ditë. Mas nuk o larkë, mos u ba me rakë. Kur të shofsh nesër, thënë, pas ka ndru jetë filoni, u kri, shkoj atje. Pra, të ne shumë bindje e fort është kjo që thot Allahu Dhul Gjelal, pra ndaj thot, fela tegurrannakumul hayatud dunya. O njërës, keni kujdes, mos ju mbashtroj jetë e kësaj bote, mos ju mbashtroj dynjoja, mos ju mbashtroj luksuzi, komoditeti, rahatia, emni, saltanati, mos ju mbashtroj dynjoja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e mahsherit, në ditën e gjykimit, shumë njerëzve, shumicës, do t'ju del përpara një grua e shëmtuar. Shikimi ndaj saj është i padurueshëm, me flokë të thyra të shprishura, me trup të lakuar të deformuar, me ftyrë të rrudhur, me dhëmb të pikur, me dhëmb të mëdhej të prishur, edhe do të rvatet. Thot, pash Zotin largohu, ama po du me të përqafu, largohu, ama du me të përqafu, largohu pash Zotin, do t'i mbil e sit, do t'i mbil sit se nuk mund t'a duroj, nuk mund t'a shiqoj, nga jo vrashtësia, nga jo pamje shëmtuar. A do të thot, pse more nuk pranon, i që more, pa nuk më njefa, do t'i thot ajo, e shëmtuara, e paduruara, do t'i thot, pse nuk më njefa, po jo mor çfarë të njoh, ai, po kush jeti? Po unë jam dynjoja. Po ti për mu i dhnofshë me vllaun tënd, po ti për dashunin time edhe fëmijë se edukonje, po ti për dashunin time edhe prindën se respektoje, po ti ishe në gjendje të bësh që mos për mu, unë jam ajo, dynjoja. O Zot, a për që këtë unë kam investua, a për që këtë unë kam sakrifiku, po unë jam ajo, pra që ajo është dynjoja vllajdashur. Andaj, fela tegurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil garur. Dhe mos ju mbashtrojnë në raport me Allahun mbashtruesi. Disa komentatorë të Kur'anit këtu thojnë Allahu Dhul Gjelal aludon në shejtanin mbashtruesi, por shumica e mendimeve të ulemave është se nuk është vetëm shejtani mbashtrues. Jo, edhe nefsi është mbashtrues, edhe epshi është mbashtrues, edhe dashuria për dynjë është mbashtrues, edhe dashuria për post. Puste karrika, çfarë shejtani është? Puste posti, çfarë shejtani, çfarë iblisi është? Subhanallah, është në gjendje njeriu për ta ruajtur karrikën e vet, ta mbyllë gojën, të mos e thot hakun. Për hatër që mos po e humb karrikën, është në gjendje të flijon familjen, të flijon nderin, të flijon popullin, të flijon dinin për karrikë. Ai tjetri për diçka tjetër, ai tjetri, të gjitha këto janë garur. Wala yagurrannakum billahil garur. Mos ju mashtroj juve ai që mashtron. Pra kush mashtron? Po që to mbashtrojnë. Dikon të mbashtron bukuria, dikon të mbashtron saltanati, dikon të mbashtron evladi, dikon të grumbullimi parave, dikon të lakmia dunjos. Lakmia është shumë e rrezikshme. Lakmi mbas dunjos, lakmi mbas postit. Subhanallah, prandaj e thonë ashtu një fjalë si në formë të shakave, ata që janë karrikë në post, kur bëjnë beje thonë mos u lujt qa pikë këtij vendi. Do të luhesh. Po, do të dalësh edhe prej atij. Sado që të mundohesh ta mbajsh edhe me pa të drejtë. Sado që të mundohesh ta mbajsh edhe me zullum. Sado që të mundohesh ta mbajsh edhe me të mbyllur gojen nga haku, që
Ai që ka post ka përgjegjësi para Allahut dhul xhelal. Disa njerëz do të pendohen dhe do të mjerohen nga posti që kanë patur. Prandaj Ebu Hanifja rahimahullah ka hi në burg. Nuk ka hi në burg as për korupcion, as për post, as për dashuri të postit, por ka hi në burg se ka ik nga posti. Mbretja asaj kohe Mensuri i ka ofru të jetë gjykatësi suprem, por ai ka thonë në këtë post a mbas shariatit, a do të jemi lirë? Ka thonë jo çdo herë. Ndonjëherë cingron telefoni, ndonjëherë vinjoni te dera, thot ta bën me isharet, me isharet, me telefon, me porosi, me mbikëqyrje. Ebu Hanifja nuk ka pranu. Ka thonë jo. E ka lutë se ka pranu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam parime ka bon, ligje ka bon. Ka thonë ne nuk ja japim postin ati që lakmon, por ja japim postin ati që meriton. Mirë po sa prej neve meritojmë post. Subhanallah. Që këtu në këtë vend ku qëndroj kam frikë Allahun dhul xhelal, a e meritoj a se meritoj? Nëse e meritoj, atëherë duhet të jap hakun, nëse nuk e meritoj duhet të largohem. Çdo segment të jetës kështu pra është. Andaj vëllezër të dashur, wala yagurrannakum billahi al-garur, Allahu dhul xhelal në këshillon, në porosit se na don, në jep pasqyrën se si duhet të shifemi në atë pasqyrë në veprat tonë. Allahu dhul xhelal pse na don në këshillon, pse na don na urdhëron, pse na don na ndalon, sa ai don që kur dalim para tij të jemi të gëzuar. Vujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Allahu dhul xhelal thot ftyra të cilat kur dalin para Allahu dhul xhelal të kënaqur, të lumtur, të buzëqeshur. Pse? Se Allahun se kanë hidhruar. E disa ftyra Zoti na ruajt. Do të mundohen të mos dalin para Allahu dhul xhelal, po është e patjetërsueshme. A dit nuk ka ikje, a dit nuk ka intervenim, a dit nuk ka strehim. Çdo njoni do të del para Allahu dhul xhelal i vetmuar pa përkthyes. Allahu dhul xhelal do t'ja mundsoj çdo njonit pa marr parasysh çfarë gjuhë ka fol, çfarë gjuhë ka kriju Allahu dhul xhelal, çfarë gjuhë i ka dhuru, atje do të flet me Allahun dhul xhelal pa përkthyes. Edhe Allahu dhul xhelal do t'i thot filan, atë kujtohet filon gjunahi që pa te bo? E pa te mshef gjunahin? Po o Zot. Pastaj kërkove taube, kërkove falje. Po o Zot kërkova. Dhe unë ta këm fal gjunahin. Po ja kujton. Tha njoni ja Rasulullah, pas ja ka fal, pse ja kujton gjunahin? Po të mos mendoje se që këtë gjuna Zoti e pas ka harru. Jo. La yadillu rabbuka wala yansa. Allahut nuk i pështon as një grimc e veprave tona, as që harron, krejt i ka në kontrol. Andaj ne duhet ta kemi veten në kontrol. Ke fjalla, obligimet tona ndaj prindërve, obligimet tona ndaj fëmijëve, dhe obligimet tona ndaj vetvetes, dhe obligimet tona ndaj Allahut dhul xhelal. Kur është në pyetje obligimet tona ndaj vetvetes, pra as për hatër të fëmijëve, as për hatër të prindërve, nuk thehet urdhri Allahut dhul xhelal dhe pik. Kjo ishte pra e vije e kuqe. Jo vllai dashur, nuk ka hatër dikujt ati ku Allahu hidhrohet. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nuk ka të respektohet dikush ati ku hidhrohet Allahu. Pra ne a ma shumë i bëjmë hizmet hakut apo halkive? Haku duhet përkrahet, pa marr parasysh. Pa marr parasysh pasojat, rrethonat. A është hak? Ma shumica e jonë jo me hakun, po me halkun. Po do thojnë halkit, po do bëjnë halkit, lemër halkit të shiqo hakun.
vetë. Kjo është parim në Islam. Në këtë parim duhet të edukohemi vetë ne, dhe në këtë parim duhet të edukojmë evladin ton, generatën ton, o vëllezër të dashur. Në këtë kohë të çuditërave që njerëzia ka marrë të poshtë. Ja shifni, njerëzia ka të shku. Po, nuk ju në për çdo të xhumat ju përmendit, ju bezdisi, po e kam për obligim t'ja kujtoj vetes edhe juve, se nëse nuk e përmbajmë Kur'anin, nëse nuk e përkrahim Islamin, nëse nuk edukohemi islamikisht, nëse nuk pregaditemi, armatosimi me moral islam, dhe nuk edukojmë vladin ton, na ka marr uji. Shifni çka ato ligje, subhanallah, e ligjshme, kjo qenë ka e ligjshme, e turpshme, pa, ligje është tjetër, ligjet njerëzore. E ka vranë në Franca dje polici francez, fëmin 17 vjeçar, ligji e lejoj ka ta vrep, po ki e ka vra pak pa arsye, se ka ndollë kamerët, sa i ka thonë ka desh të mshkelje me kërë, sa i ka qenë musliman, algjerian, e ka shkel, ka thonë, e ka vra, për sa fërmi e ka vra, fëmin 17 vjeçar, edhe ka deklaru, ka thonë desh të mshkelje me kërë. Po pastaj kur i kanë marrë kamerët, kur e kanë pasë, nuk është e vërtet. Ama ande thot, ligji e lejon polici ta vrasë. Nëse ai rrezikohet, me çfarë u rrezikoj? Kështu pra ligji, ama ka një ligj mbi ligjet. Ajo është e ligji Allahu dhul xhelal. Drejtësia e tij. Ai tjetri ditëve të Bajramit e gjun Kur'anin e dje. Ligji suedes thot, ligji me ligj ka të drejtë. Amambe, me ligj ka të drejtë, se, po e drejta e shprehjes. A kjo është e drejta e shprehjes? Subhanallah. Këtu e kam fjallën. Ligjën, çfarë zakon? Në kohën e koronës e mbani mend ju. Në për xhami, elhamdulillah, në këtë xhami, elhamdulillah. Dhe duhet të mesen histori, të registrohet, se në këtë xhami nuk është falë namaz larg. Asë një namaz, elhamdulillah. Në shumë xhamia, namazi larg. Po pse bre vëlla kështu? Po kanë thonë, po kusht ka thonë more? Po çashtu ligji, po ku është bre ligj bre? Edhe ai gospodini, po. I ka thonë ministrit e kishës, ju e keni ligjin e ju, a më prej të dera e kishës ne kemi kanunin tonë. Ne kemi kanunin tonë, o vëllezër, ne kemi ligjin tonë, ne kemi shariatin tonë, ne kemi sunetin tonë, duhet t'i përkrahemi, duhet t'a përkrahemi, duhet t'a shtrëngojmë me dhëmbal. Pra këtoj i përkujtoj se edhe sot ka gjëra që i bohen ashtu, e nesër pastaj çka kemi. Po do tallen generatat more. Po do tallen generatat me neve kur ta shohën si janë fal musliman kanë 1 metër ndërmjet. Për hatër të ligjit, ha. Pa edhe kjo ka logjik. Kjo mund të jetë ligjore, po nuk është njerëzore. Mund të jetë ligjore sipas ligjit të dikujt, edhe pse s'ka pas ligj. Po ne jemi çashtu inferior në shumë sende, edhe tash edhe më vazhdojmë. Po na ka noset rreziku për shkatrimin e generatës, na ka noset rreziku për shkatrimin e fëmijëve, nipave, mbesave tona, ne heshtim. Ja besoj, tek e fundit ingerenca, disa thonë, ingerencat, kompetenca. Po ti çfarë ingerenca ke? Po ti çfarë kompetencë ke? Subhanallah, o vëllezër të dashur. Pra duhet jemi siçel. Nuk kam për qëllim të kritikoj askën, të kritikoj vetvete, por nuk du të aprish ambientin, atmosferën e këtij ditëve të gëzimit, po nuk po të lën. Ai e gje vret fëmijën, ai tjetri e gje Kur'anin, ai tjetri subhanallah, pra ne duhet të jemi siçel, duhet të jemi të kujdesshëm për dinin ton, për ardhmërinë e fëmijëve tan, për islamin ton, për të drejtat tona. Në këto ditë të bukura, që janë ditë Bajrami edhe sot, me ato që s'kemi pas rast as për Bajram, as ashtu urime për hajlit ju të gjithëve Bajrami. Allahu së pari ibadetet tona të na i pranon. Allahu dhul xhelal haxhilerëve haxhin kabul t'ja u bën, e të vinë rahat e mirë në shtëpitë e tyre, në familje. Ata që kanë therr kurban, Allahu ju pranoft. Ata që kanë agjëruar disa ditë, sidomos ditën e Arafatit,
Allahu me xhenet i gëzoft. Ata që kanë gëzu fukara, fëmijë, dashamir, o me vizit për bajram, o me dhurata bajrami, Allahu të gjithve jau pranoft, e qofshin ditë të festës, ditë gëzimi, se nuk është gëzim vetëm për bajram, por kjo është gëzimi oficial, ditë bajrami, por lejse l'a'idu limen lebis el gjedid, inneme l'a'idu limen khaf el wa'id. Nuk është bajram për ata që veshin të shatreja, po bajram është për ata që kanë frikë Allahun. Pra nëse e kemi frikë Allahun për çdo ditë, ta dish se bajram e ke për çdo ditë. Nëse i zbaton urdhrat e Allahut, ta dish se për ty është bajram. Po për ata që është vesh me tesha treja ka bo bajram, po se ka bo bajramin si bajram, Allahi na udhëzoft inshallah. Vëllezër të dashur, lutim Allahun dhul xhelal rinin ton në Islam ta udhëzon. Pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfërit ton Allahun të pasuron, të samurit ton të shëron, të burgoserit ton të pafajshëm Allahun të liron, mbar muslimanve në rruzullin toksor Allahun të ndihmon, atyre që ja dun të keqen umetit e njerëzisë e islamit, ata që vrasin njerëz me pa të drejtë, qoftë në Palestinë, në Francë, në Kinë, kudo që janë, Allahu me zveti shkatërot. Ata që hakmeren me Kur'anin, me fjallën e Allahut, çmenduri e djek Kur'anin. Subhanallah, shka ke bëti? E ke djek një musaf? Jo, vllai dasha. Kur'ani nuk zhduket me të djegur një musaf, por Kur'ani zhduket, Kur'ani mbetet, por zhduket tek njerëzit, nëse ata nuk e mësojnë, fëmijëve vet nuk e mësojnë, Kur'ani nuk e lexojnë, atëherë Kur'ani u ka larguar, ama Kur'ani do të mbeset. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu. Ne kam zbrit këtë Kur'an dhe unë do ta ruaj. Nuk është qëllimi për letrën, për një musaf, është qëllimi për Kur'anin si fjala e Allahut dhul xhelal do të mbeset deri në kiamet. Edhe një herë lutim Allahun dhul xhelal neve dhe familjet tona nga azapi i xhenemit të na shpëton në Jannetul Firdaus të na bashkon. Ela in ahsan al kalami wa ablaga an nizam kalamullahi al malik al qadir al aziz al allam kama qala Allah tabaraka wa taala fil kalam وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.